Çka përfitoni nga legalizimi? Ndërtimi juaj bëhet i ligjshëm dhe i sigurt për banim. Kaloni hapin e parë të regjistrimit të ndërtimit tuaj në kadastër. Ndërtimi juaj mund të shërbejë si hipotekë për marrjen e kredisë në bankë. Komuna juaj do të planifikojë dhe ofrojë shërbime të nevojshme përkatëse. Siguroheni se ndërtimi juaj nuk do të rënohet. Mirëmëngjes edhe njëherë të nderuar shikues, ju që jeni kyçur pak vonë në emisionin ton, edhe njëherë ju përshëndesim nga studio Mirëmëngjesi Opinion. Duke dëshiruar që tashmë keni filluar një argëtim të mirë në shoqëri me emisionin ton, do t'ju them që tash tutje nuk do t'jem vetëm në studio. Me mua në studio është edhe drejtori i urbanizmit dhe planifikimit hapësinor, zoti Njazi Kryeziu. Zoti Kryeziu, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesë. Ju faleminderit që gjetët kohë për t'ju përgjigjur ftesës sonë pozitivisht. Duke ditur që zoti Njazi Kryeziu, po e thëm fatkesisht para zotit Kryeziu, është njëri nga drejtorët dhe punëtorët më të mirë që ka komuna, më i sakt, nëse do t'a shohësh në rrugë, mund t'a gjesh në orën 7 të mëngjesit, kur ai edhe niset për punë për t'filluar në orën 7:30. E vërtet kjo që thash apo jo? Po shkak se kemi punë shumë, duhet më shku për më herë. Keni vetëm ju punë apo kanë edhe drejtori tjera? Si kjo ndodh? Jo, orari zyrtar është në ora 8, po për shkak të intensitetit madh të punës, sidomos në këtë kohë tash, në këtë periudhë, drejtorisë urbanizmit më duhet më shku me i pararendu njëre, mandej me bën mas orës 8 ndarjen e përgjithësive për bashkëpunëtorët e mi profesional. Zoti Kryeziu, si po shkon puna në drejtorinë tuaj? Faleminderit, më lejoni që t'ju them mirëmëngjes gjithë shikuesve të televizionit Opinion. Bën një punë të mirë dhe keni qenë partner të zhvillimeve në Prizren prej kohës funksionimit juaj. Unë një vetën si shpjetimin këtu. Drejtoria e urbanizmit në kuadër vet ka sektorin e urbanizmit dhe të planifikimit. Edhe me ata bashkëpunëtorët e mi, me inxhinierët dhe me arkitektë që kemi, unë kam fillu punën në marsjen e vitit 2014, me 7 mars. Edhe qëllimi im ka qenë që drejtoria e urbanizmit t'jetë prezente, t'jetë përgjegjëse dhe t'jetë e përgjithshme në gjitha planifikimet familjare të komunës Prizrenit dhe në kohë t'i adresoj vështirësitë, sfidat, natyrisht dhe problemet në lanë që duhet trajtuar. Gjatë periudhës 7 mars 31 dhjetor, gjithsesi fillim dhjetorit vitit 2014, ne kemi trajtuar mbi 1600 lanë, që ne kuptojmë që kemi pas një punë me intensitet të madh, nëse i futu dhe festat dhe ditët e vikendve, atëherë bie që thuja se 50 lanë minimumi kanë qenë trajtuara gjatë javës punës ose gjatë ditëve. Dhe kam pas një qëllim vetëm, qëllimi vetëm ka qenë që prezenca e urbanizmit të jetë një prezencë ku ndërtohet në bashkëbisedim me qytetarët, edhe i përgjithë planifikimeve qoftë individuale, qoftë komerciale, qoftë kolektive. Unë dua t'i falenderoj qytetarët e komunës Prizrenit, të cilët me njëherë janë përgjegjë në mënyrën më të mirë të mundur misionit dhe vizionit të vetë vendimeve tona të urbanizmit që të vetë vendosim na për ato se si duhet planifikohet Prizreni. Dhe natyrisht që në fillim ka qenë e papranueshme për qytetarët e Prizrenit që drejtoria e urbanizmit të jetë kaq aktive dhe kaq e sigurt në hapat e vet. Në vend t'ju them që ne kemi 22 plane regulative në qytetin e Prizrenit dhe ato plane duhet implementuar. Kam edhe unë dilemat e mia për disa nga ato plane që drejtori i urbanizmit. Po fatmirësia e planeve regulative është që ato janë gjithmonë të afatizuara dhe gjithmonë ekziston mundësia që të procedohet kuvendit komunal për plotësim ndryshim. Aty ku kemi parë mundësinë që kosto e implementimit të planit regulativ është një kosto dobipruese për qytetarët, kemi vendosur që shkojmë rënime të objekteve që kanë qenë pengesë. Zero tolerancë kam pas dhe do të kemi edhe gjatë vitit 2015 për uzurpatorët e punës publike. Rrugët dhe hapësirat publike që janë liruar kanë qenë me dekada të uzurpuara nga qytetarët, që kanë menduar që kanë atë drejtë. Dhe mendoj që çdo përgjigje që ka qenë për secilën familje, secilën subjekt afarist ose bashkësi familjare, ka qenë përgjigje e cila ka qenë përgjigje në bashkëbisedim dhe në vendimmarrje jemi përcaktuar si ne si urbanizëm, po edhe qytetarët kemi bindje se duhet respektohet ligji. Kemi një listë mrekullueshme për planifikim dhe për ndërtim. Tash kohët e fundit jemi duke u marrë shumë pasi që
kemi qalu si qeveri edhe mas ngërçit politik edhe mas hypjes në fuqi të ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Tash jemi në vlugun e punëve. Momentalisht para se marrën studio të ju, rreth 7.000 aplikacion janë në proces të regjistrimit ose të futjes në regjistrin komunal të objekteve pa leje për legalizim, dhe i lutem gjithë qytetarët edhe ata që na dëgjojnë tash përmes televizionit juaj që të mos hezitojnë dhe të drejtohen zyrave të drejtorisë urbanizmit, sepse është një task force enkas që është e themeluar vetëm për legalizim dhe janë 12 djemë dhe vajza, gjithë profesionistë të komunës prezent që punojnë deri në identifikimin e objektit dhe në futjen në regjistrin komunal të ndërtimeve pa leje. Kërkesa ime ka qenë herën e fundit nga takimi që kemi pas me ministrin Agani, që të ketë një shtyrje të afatit, po derisa jam sot në studion e ju është deri me 5 shkurt, dhe gjithë duhet të drejtohen zyrave të drejtorisë urbanizmit që të pajisen me listën poseduese, me kopjen e planit dhe me formularin për legalizim. Mendoj që është një rast historik i yni që çdo investim që kanë bërë familjet e presidentit deri tash të kenë aset familjar të vetin, të regjistruar dhe të legalizuar. Qëllimi i ligjit për legalizim është të rritet vlera e çmimit të çdo aseti që kanë familjet e presidentit, dhe natyrisht që ne si drejtori urbanizmit do të jemi të gatshëm edhe me task force-ën që kemi si ekip shtesë të përgjigjemi çdo kërkesë dhe nevojë të qytetarëve të presidentit. Zoti Kryeziu, cilat përveç legalizimit që për cilin ju po i ftoni edhe qytetarët ta bëjnë tek zyret tuaja, cilat janë tjerat ndryshime që keni bërë kur keni ardhur në detyrë në muajin mars? Unë e thash, prezenca urbanizmit tash prezenca mund të ndodhet në disa pjesë. Unë mendoj që qytetarët e presidentit kanë drejt që të kenë qasje edhe të kenë mbështetje në planifikimet që ata bëjnë si familje, edhe të marrin përgjigje adekuate nga zyra e drejtorisë urbanizmit brenda 30 ditëve për hapat e më të tjeshëm. Ju dini që drejtoria e urbanizmit përpos që propozon dhe merr vendime për hartimin e planeve rregullative, tash kemi marrë dje kryetari muja në takimin e parë të vitit 2015 kolegjium e drejtorëve. Ka marrë vendim dhe kanë nënshkruar konkluzionin që të futemi hartimit hartave zonale. Me ligjin e ri kërkohet që të kemi harta zonale dhe mendoj që tash do të kemi rastin historik për krah legalizimit dhe trajtimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Do të kemi edhe mundësinë të evidimit të problemeve dhe të sfidave që i kemi në implementimin e planeve rregullative. Gjithsesi në procedurë sipër janë në para përfundimit janë 3 plane rregullative. Në seancën e ardhshme që është tash në fund të muajit do të jetë për aprovim final plotësim ndryshimi i planit rregullativ zona industriale kontesti gjerë hapësinor. Unë kam drejtor aty si ka marrë drejtor që implementimi i atij planit ka qenë i kushtueshëm dhe i pamundur dhe kam kërkuar plotësim ndryshimin e atij planit. Jam i lumtur që në fund të janarit gjithë pronarët e parcelave të ku graviton ose ku shtrihet gjeografikisht plani rregullativ industrie lehtë kontesti gjerë hapësinor do të kenë mundësi që të pajisin me leje ndërtimi. Kemi aprovuar disa akte, disa konkluzione, njëri nga ta ka qenë së bashku me këshillin e ekspertave që të mos ketë ndërtim pa pajisje me leje nga urbanizmi. Unë e falenderoj dhe drejtorinë e inspektoratit dhe drejtorinë e gjeodegjisë dhe katastrit. Unë kam kërkuar që të skanohet gjendja faktike se cilit objekt dhe se cilit e qytetar që dëshiron pajiset me leje. Na ka kushtuar shumë kohë sepse shifra e procedimit lëndë në drejtorinë e gjeodegjisë dhe katastrit është mbi 13 milion, dhe njëjta shifër është edhe në drejtorinë e inspektoratit. Kjo kupton që drejtoria e urbanizmit ka aktivizuar gjithë mekanizmin e vet ligjor, që qytetarët e presidentit pajisen njëherë për gjithmonë me gjitha dokumentat adekuate. Tash te këto planat rregullative që i kemi në qytetin e presidentit, të 22 planat rregullative, ka shumë mundësi që në disa plane rregullative e vetmja ndërhyrje është ndërhyrja që të rënohet në një objekt i cili nuk përputhet me planin dhe nuk respekton asnjë nga normat fuqi. Edhe më lëni të them për herë të parë, po them në studio ose në një studio televizionit, nuk është lehtë të marrësh vendim që dikujt të rënohet një objekt. Po nëse mendon në tablën e përgjithshme të mirën e përgjithshme të komplet kufive administrativ të atij plani rregullativ, dhe nëse është që kosta e implementimit të atij plani është ajo që duhet të jetë, ne atëherë pas diskutimeve që bëjmë në këshill të ekspertëve ku janë përfaqësues të gjitha partive politike, edhe me firmat, me kompanitë projektuese që janë profesionale, natyrisht edhe me stafin tim që është një staf i palodhshëm, cilin po falenderoj sepse i përgjigjen kërkesave dhe vendimeve të mia. Arrim gjithmonë që të
pengesat e qytetarëve ose pamundësitë e qytetarëve të pajisin me leje në vendet ku ka plan rregullative të minimizohen. Nuk mund të kemi plan rregullativ që është perfekt, po informoj qytetarët e komunës Prizrenit se plani rregullativ Arbana, një pjesë e Arbanës dhe Lakuri Qeverior, janë nështruar rishikimit tonë të fundit, sidomos plani Arbanës, i cili do të jetë edhe në votim. Edhe në detaje kemi identifikuar çdo parcele që është pronë komunale, së pari që truhet interesi përgjithshëm dhe pastaj gjitha ndarjet në bloqe dhe destinimi i tyre, qoftë profili urban, qoftë social, janë studiuara mirë dhe do të kemi plane funksionale rregullative. Muajin e kaluar keni filluar edhe procesin e rënimeve të objekteve pa leje. Si ka qenë reagimi i qytetarëve? Reagimi i qytetarëve duke u bazuar në kaluarën e komunës Prizrenit në gjitha periudat legislative dhe ekzekutive. Ka qenë një reagim i pritshëm, ka qenë një reagim ose një reakcion pjesor, sepse kanë menduar që nuk do ta bëjmë. Edhe unë për drejtohem, për ju tham qytetarëve të Prizrenit nëpërmes studiove të juaj, atë vendim që ne shkruaj për ekzekutim do të ekzekutohet, sepse është i mirë studiuar, e ka të llogaritur edhe koston, edhe natyrisht nëse mbi atë vendim rëndon edhe pesha që duhet kemi një interes të përgjithshëm të zhvillimit dhe të planifikimit të qytetit, edhe në dobi qytetarëve, unë nuk do të tërhiqem. Për arsye sepse unë e di që atij qytetari që sot ose dje ose vitin e kaluar i ka shkuar një vendim që duhet rënohet pjesërisht ose në tërësi një objekt, nuk i vije mirë dhe mendon që mund gjej rrugë. Po asnjë vendim, asnjë konkluzion i drejtorisë urbanizmit, qoftë duke filluar nga kushtet urbanistike deri te leja për ndërtim, nuk jepën pa i kaluar gjitha fazat e këshillimeve dhe shqyrtimeve profesionale. Edhe duke u bazuar në ligj, zyra ligjore është shumë aktive në drejtorinë e urbanizmit, edhe mbi 95% rasteve drejt sot që kanë kaluar nëpër durët e mia, janë aprovuar edhe nga Ministria e Planifikimit Hapësinor si të lehtëshme dhe kanë prodhuar efekt juridik. Unë mendoj që ata që janë përballë me vendimet e urbanizmit, në fillim kanë hezituar dhe kanë provuar dhe të rezistojnë. Po me kohën janë bindë që qëllimi i drejtorisë urbanizmit është që pasuria e tyre personale, private, familjare, ketë një çmim real të vlerës tregut dhe mos basohet mbi premisat e asaj që është quajtur shfrytëzimi i palegjshëm ose uzurpim i pronës publike. Kur flasim të rënimet, nëse ju rënoni një shtëpi e cila është ndërtuar në pronën komunale, por familja nuk ka ku të shkojë, dhe ju keni rënuar shtëpinë, çfarë është ndihma që i ofrohet familjes? Në kuadër të komunës prezente është drejtoria për mirëqenie sociale. Në natyrisht që me kryetarin e komunës në takimin e kolegjiumit të drejtorëve bëjmë çdo analizë dhe bëjmë çdo shqyrtim që asnjë familje të mos mbetet pa strehe. Mirë, po ju them këtu sot në studio te ju. Së shpejti do dalim me një komision që ka themeluar kryetari muja për verifikimin e shfrytëzimit të hapësirave sociale që jep komuna e Prizrenit. Dhe po ju them që mbi 80% të këtyre shfrytëzimeve deri tash kanë qenë shfrytëzime të cilat ose kanë psu tjetërsim të shfrytëzuesit për periudhës kur është dhënë një vendim valid i komunës, ose nuk shfrytëzohen në mënyrë adekuate për rastet që janë me kategori dhe kritere sociale. Do të ketë një analizë dhe do t'i kthehemi drejtës secilit që të ketë qasjen hapësirat e komunës për shfrytëzim social, por me meritë dhe me një vlerësim të komisioneve përkatëse të komunës Prizrenit. Zoti Kryes, ju jeni pjesë edhe e komisionit për të objekteve kolektive të kuvendit komunal. Çfarë më thoni, si po shkon puna në këtë komision? Po pikërisht për atë komision e bota këtë përgjigjen e fundit, tash do të futemi në skanimin e gjendjes për gjitha që shfrytëzohen tash, edhe po premtoj edhe publikisht para gjithë atyre që presin me kërkesat e tyre si kategori sociale të kryetari komunës ose në qoftë cilën do dikaster të komunës Prizrenit, do të përgjigjemi pozitivisht gjithë atyre që i plotësojnë kriteret konform ligjeve në Republikën e Kosovës, edhe do i largojmë gjithë ata që nuk e meritojnë shfrytëzojnë ata hapësira. Ju keni bërë thirrje tashmë e sa kohë për legalizimin e pronave të personave, individëve. Sa ka qenë numri i interesuarve për të legalizuar pronat e tyre? Në fazën e parë kemi pas disa qindra aplikacione. Dhe ju dini që në traditën tonë është që zakonisht duke ofruar afati ose përfundimi i kohës aplikimit shtohen edhe kërkesat. Tani para se marrë studion e ju, dikun rreth 7.000 aplikacion janë të përpunuara dhe të futur në regjistrin elektronik.
që do të përbëj tërsinë e regjistrit komunal të ndërtimeve pa leje. Ne presim dikun deri në 10-12.000 të shkojë numri, deri me 5 shkurt. Puna ka shkuar mirë dhe i falenderoj edhe kolegët e mi drejtorit tjera të cilat duhet i pajisin qytetarët ose aplikuesit me dokumente paraprake. Në komunën e Prizrenit deri me 5 shkurt të vitit 2015 çdo kush ka të drejtë të aplikojë për legalizim të objekteve në çfarë do prone që e ka të ndërtuar. Qoftë në pronën e vet private dhe nuk ka leje, ose nuk është i pajisur me dokumentet përkatëse, qoftë në pronën komunale ose pronën me bashkëpunësi shoqërore private. Ideja e këtij ligjit është që të kemi një regjistër. Dhe pas këtij regjistrit bëhet një analizë e gjendjes faktike. Unë mendoj personalisht, si drejtori i urbanizmit, pas kontakteve që kam pasur edhe me ministrinë edhe me hartues të ligjit, ligji ka dy nevoja tash për tash. Nevoja e parë është që të përfshi në regjistrin e vet gjithë ata që kanë mundësi të aplikojnë, dhe nevoja e dytë është të shërtohet edhe një herë mundësia e legalizimit ose e pajisjes me certifikat përdorimit për gjithë ata që plotësojnë kriteret bazë. Me ligj edhe me udhëzimin administrativ mund të njoftohen qytetarët e Prizrenit, qoftë në zyrat e drejtorisë së urbanizmit, qoftë në komunën e Prizrenit, po edhe në përve faqet që kanë. Unë i lutj gjithë që të mos hezitojnë dhe të vinë të aplikojnë. Po rri përsëris për herën e dytë, ne kemi bërë kërkesë që shtyhet afati e aplikantëve, mirë po është çështje ligjore, ligje përcakton që deri me 5 shkurt, dhe vetëm mundësi që e ka Ministria e Planifikimit e Pse drejtohet Parlamentit të Kosovës që të ketë një rrugdalë tjetër. Zoti Kryeziu, ju na dhat mjaft informacione rreth projektit të legalizimit të projekteve, planeve urbanistike dhe të tjera. Cilat janë planet tuaja për projektet e ardhshme për të ardhmen, e kam fjalën? Si projekte kryesore që do t'i kemë unë tash në drejtorinë e urbanizmit do të jetë finalizimi i procesit legalizimit që përdorim në zhërgonin tonë. Përmbushja e misionit drejtorisë së urbanizmit që Prizreni të jetë i pajisur me harta zonale dhe të mbulohet me plane rregullative. Në këtë vit kemi sfida dhe sfidat janë të natyrshme. Ëndra ime personale po edhe gjithë stafit tim është që pasi jemi komponent pjesë përbërëse të task forces së Ministrisë Planifikimit Hapësinor për zonën historike të Prizrenit, që të futemi në zonën historike të Prizrenit dhe t'ju mundsojmë gjithë qytetarëve të komunës Prizrenit që kanë atje objekte, qoftë lokale afariste, qoftë shtëpi banimi, që t'i qasën një herë për gjithmonë normave në fuqi, rregullativës ligjore që rregullon çështjen e asaj pjese, dhe të mos kenë probleme dhe mos kenë të lashe me funksionimin qoftë si biznese, qoftë si familje. I ftoj gjithë ata që mendojnë që duhet të jenë pjesë e shqyrtimit, të na japin ndihmën, të na besojnë dhe të bashkëpunojnë me ne, procesi do të jetë transparent, nuk do të ketë dallime ndaj asnjënit, para ligjit jemi të gjithë barabartë. Zona historike nuk i takon vetëm qytetarëve të Prizrenit dhe atyre që banojnë dhe punojnë aty, por i takon gjithë njerëzve dashamirë dhe gjithë atyre që dojnë komunën e Prizrenit dhe shtetin e Prizrenit. Unë mendoj që lajmi i mirë ka qenë për komunën e Prizrenit që Ministria e Planifikimit Hapësinor i ka kthy të drejtën e bashkëpunimit pas një vendimi që ka pas për pezullim të gjitha aktivitetet të drejtorisë urbanizmit edhe në fshatin turistik Prevall, dhe mendoj që ngadalë po kthejmë besimin te institucionet qendrore duke i ofruar atyre shembull dhe duke i ofruar fakte dhe argumente që kemi kapacitet si drejtori i urbanizmit së bashku me drejtori të tjera të menaxhojmë fushën që ne kemi edhe kompetencë pa deleguar. Zoti Kryeziu, faleminderit edhe një herë që erdhët në studion tonë dhe shpalosët para qytetarëve tanë gjitha këto informacione mbi projektet tuaja dhe mbi projektin kryesor që me cilin po merren tani, legalizimin. Edhe një herë faleminderit që erdhët në emision. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë me rrjedhën e programit. Rikthehemi në studio vetëm pas pak.